Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot në këtë ditë të bukur pranvere, do të shikojmë energjinë e punës dhe të parave. Çfarë ndryshimi do të kemi te kjo pjesë, pra te puna dhe te parat. Dhe vazhdojmë. Pra ndryshimi në pjesën e punës dhe të parave. Do të kemi një ekuilibër, thot, në këtë pjesë. Do të dim të ekuilibrojmë financat tona. Sepse kemi bërë shumë luftë të madhe për të ndryshuar diçka, thot, tek pjesa e këtyre e financës dhe e punës. Një lajm shumë i mirë na vjen në dorën tonë për pjesën e punës, për pjesën e bollokut, sepse në këtë oazë hapet kjo dritare dhe në dorë vjen ky lajm i transformimit, i ndryshimit të mëdha. Jeni një person shumë i fuqishëm në infinit që keni një energji thot të fortë dhe këtë energji pozitive ju thot e përdorni për të arritur qëllimet tuaja në jetën tuaj. Jeni thot perandoresh e bukurisë, një femër e realizuar me gjithë shka në jetën tuaj. Me këtë dritë në dorë të universit, ju ndriçoni në këto oazë të mrekullueshëm. Do të keni një takim, thot, serioz, dy shikupave, serioz, një takim, thot, që do të sjell shumë ndryshime në jetën tuaj. Një takim të më thënë fantastik, do të sjell ndryshime në jetën tuaj. Dhe ky lajm i këtij takimi do të jetë shumë i shpejt, sepse kalorësi i shpatës tregon që vjen shumë shpejt drejt jush. Ky hypon këtij kali dhe kaloron purishëm drejt jush. Pjesa e parave do të ndryshojë sepse ju jeni pak të menduar dhe keni qenë pak të stresuar te pjesa e lekut, por thot çdo gjë do të ndryshojë. Keni qenë pak të lidhur sepse vjen mbretëresha e monedave, e cila zhytet e tërë në këtë bollok financash dhe në këtë punë të re, thot, që do të ndryshojë dhe transformojë jetën tuaj. Kjo ishte energjia e punës, e parave, e financave. Do të marrim një lajm dhe një mesazh të orakullit për ditën e sotme. Ç'na thot orakulli? Një mesazh për orakullin. Jeni, thot, në paqe me veten tuaj. Ju jeni shumë në paqe, thot, jeni të qetësuar, të relaksuar, uleni dhe shkruani dëshirën tuaj për ta bërë realitet në univers. Do të marrim një mesazh dhe nga ëngjëjt. Çdo gjë, thot, varet nga ju. Pra gjithçka e mirë varet nga ju, thot. Ju jeni pra kryesori, personi kryesor që do të ndryshoni gjithçka. Në muajt e ardhshëm do të ndodhi kjo gjë dhe duhet të keni besim tek gjërat që do të vinë dhe do të ndryshojnë në jetën tuaj. Ky ishte energjia e ditës së sotme tek tarot, orakulli dhe tek ëngjëjt.